Sali. Ta analizoj. Mendoj që masat e sigurimit është janë caktuar duke parë rrezikshmërinë e çdo personi, shkallën e fajësisë, dhe duhet kemi parasysh sepse ky person kujt i ka ikur, do të thonë ka qenë 3 punojësit policisë që ka ikur, do të janë ata më afër ngjarjes, shkeljet e protokollit e tjerë. Tani diskutojmë diçka shumë shkurt lidhe me ngjarjen. Ngjarja është bërë në shkelje të rregullorës burgjeve. Neni 109 i rregullorës burgjeve parashikon në mënyrë të qartë kur bëhet një transferim i një personi të dënuar në ambientet shëndetësore duhet të patën tjetë me 3 persona, bëhet vlerësimi rrezikshmërisë së personit, bëhet verifikohet ambienti dhe bëhet plan masash. Pra ti do bësh plan masash. Ti aty që kur kanë shku ambulanca e burgut që ka shkuar aty, ti ke pas një makinë parkuar më para. Pra duhet ishte territori bosh, pra duhet ishte bërë një pastrim zone. E para, e dyta, duhet ishte mjeku të priste gati, sepse rasti është emergjent. E treta, duhet parë në kuadrin krahasimor. Si unë do që ky protokolli me Erion Velin, po të kemi parasysh me Erion Veli ishin krejt kushte të tjera. Ndërkohë tash ti sot pretendon që ky person ka qenë me rrezikshmëri të theksuar shoqërore për shkak të akuzës. Atëherë si ka mundësi 3 vet? Si e leti aty me orë tëra? Që është ky mos koordinim pune? Shikoje. Momentin këtu të lutem regjia kalon plan. Shikoje, ku e ke dhe makinën para të parkuar? Ja tek është, shikoje. Personi dhe pa pranga pa gjë fare, ata dy mbrapa në çik me vonesë. Dhe pjesa momenti kur pastaj i largohet, që gjendja shëndetësore nuk duket e keqe këtu, ë? Tani duhet kemi diçka të janë. Personi që largohet, pra ka 6 vjet në burg, këtë moment pret, mund të jetë keq nga ana shëndetësore, mbledh forcat dhe i jep adrenalina, po largohet, po i jepet liria. Aq më tepër çka kemi parë dhe nga mediat, babai i të larguarit nga vendi i votës së dënim, nga IEVP-ja, kishte pretendime për një pafajësi të parë, pra është akuzuar për 4 raste ka marrë pafajësi, pra domethënë nuk ky ishte pretendimi që nuk kemi besim. Edhe te rasti i dytë ka pas pretendime në lidhje me konfliktin e interesit me 2 të dënuar me 2 të penduar të drejtësisë dhe personi ka qenë i motivuar, kuptimin duke menduar që nuk po arrit drejtësi dhe është larguar nga vendi. Pra, unë nuk e përgjikoj gjendjen shëndetësore. Mund të kenë robi ose personi smur, i ka dhënë një moment, ka qenë një adrenalin, herë t'jep ky shans një se këtë vrap se ka bë ka 6 vjet që nuk e bë këtë vrap. Dhe ku e boni, pra tregon që ka mbledh. Por nga ana tjetër konstatojmë një shkelje e planit masave. Duhet të kesh i plan masash, ku do shkojë, çfarë do bëj. Nuk e njoftuan këtë, se drejtoria e përgjithshme e policisë asnjë njoftim fare zero. Plani masave para nuk ka rëndësi drejtoria e përgjithshme e policisë e burgjeve, po më e rëndësishme është policia e rendit. Pra ti duhet njoftosh policinë e rendit. E di çfarë ndodh Karanxha për informacion? Sa herë që i telefonojnë për procedurë, njoftohet policia e rendit, të rast nuk kanë njoftuar, i thonë mos hajdeni se e kemi vetë në kontroll. Atëherë, me që e ke në kontroll... Qofse do informacion, ta ja punë se... Qofse... E njoh mirë. Nëse ke vetë kontroll, ta kanë bërë një gabim, kanë shkel ligjin, sepse ti për persona që pretendon që akuzohen për vepra të tënda, pra pa e hy... Tu se kanë njoftuar fare. Ata duhet kishte njoftuar policinë e rendit, që kishte një patrull ose disa, sepse çfarë ndodh? Ti me këto lëvizje të tilla, me këto mos respektimin të ligjit, ti mund do të ketë një person i kundërshtar ai, se ai akuzohet për vrasje, pra ti rrezikon dhe jetën e punonjësve të policisë, rrezikon edhe jetën tënde. Si e çoti këtu? Sigur nuk ke, pra ti ke, shive këtë makinë e bardhë, mund të kesh dhe një makinë tjetër të parkuara para. Pra i futet mes parkimit. Ai duhet të kishte kaluar te dera dhe në mënyrë ti që të ketë derën sa më afër. Kupton? Shive shoqërimi më një herë. E dyta, vendi ku ka qëndruar, duhet ishte njoftuar mjeku, edhe mjeku. Në këtë moment do vim këtë person të ti skepse me majt në spital. Pra kemi një shkelje të dhe dyta. Krahason do të shohësh deklarata për shtypje të detyrisë përgjithshme të burgjeve në rastin e transferimit ose vizitës shëndetësore të Erion Velis. Shifi ato plane basën, se ato thon vetë. U bë verifikimi i zonës për shkak të rrezikshmërisë së personit, ishim 12 vetë, u njoftu rendi në të kohën që ligji e kishte në mënyrë të qartë që gjatë ekzaminimit shëndetësor duhet të rri vetëm mjeku, sepse ti ke një dhomë që të shkosh. Ti shikoje dhomën dhe s'ka pse me 3 persone aty, se është mjeku. Ai më tepër që ishte një veprim shëndetësor që cënonte pak moralin. Po ishte një privatësi. Dhe ti tash tani ti le, pse si le edhe këtij roje?
po se u pa kjo punë ti, këtu e le personin dhomë, edhe ai në banjo. Një pyetje, për tek këtij pretendimi që mund thonë ata Karandxha që çështje drejtësie nuk është në uiqet fajësia, po themi për 4 vrasje, mendon se është një skemë, një grupi kriminal kjo që ky person tani unë do thosha me prova që ka dhe nga që ka dalë në media, pra domethënë flas me prova, dhënat operative, domethënë pa hyrë dhënave operative mund të na thotë drejtori. Këtu do ta pyes kurse me dhënat procedurale, nga deklaratat, nga provat do sa që kanë dalë, pretendimi i babait të autorit dhe avokatës që ka bërë dhe deklarata ka thënë, kam nejt 4 vjet në burg me dëshminë e një personi që në fund fare doli që gënjete që u me statusin e detuar. Dhe dyta, mendoj thot avokati dhe edhe babai, ky mbahet në burg me dëshminë e Nureddin Dumarit, i cili është kundërshtari im, sepse unë domethënë kam qenë shok me Talo Çelën, pra ky po rëndon Talën, po më rëndon dhe mu, dhe me Ali Be unë dyshojmë se i kam vrarë vllajën, atëherë si mund të jemi këto që janë konflikt interesi si logjik, por spagu do themi, domethënë nuk mendoj që mund të jenë prova, mund të ketë edhe prova tjera. Mund të kemi prova tjera, nuk mendoj që kanë çuar vetëm ato, do jetë gjykata që do vendos. Dhe ky është pretendimi dhe ne i qëndrojmë zyrtarisht. Tani dhënave operative, pjesë e grupeve, pjesë e aty është diçka, domethënë janë informacione policore të cilët janë të paprovuara me prova, por informacioni policor është gjë tjetër, pra dhe ligji e ka të ndarë që nuk provohet me prova, po informacioni është ky. E qartë. Duhet ta ndajmë. Se këtu është diskutimi shumë i bukur dhe te kjo që tha Karandxha, sepse Karandxha ka le të themi anën tashmë si avokat, por edhe si ish prokuror që merret me akuzën, ndërsa informacionet në rrugë të ndryshme gjithmonë shkojnë tek Shamsi Prençi. Ashti. Faleminderit. Prençi, ç'është ky personazh tani? Investim do më lejoni ta filloj analizën time me një SMS që më ka ardhur kur unë kam qenë duke i interpretuar në një studio tjetër për këtë ngjarje. Pasi unë kisha argumentuar shumë saktësisht, një i burgosur në Durrës më përgëzon, thotë të keni plotësisht të drejtë, thotë sepse në burgun e Durrësit dhe në gjithë burgjet e Shqipërisë ka disa standarde për trajtimin e të paraburgosëve dhe të burgosur. Përshëndetje vëlla. Ju falenderoj shumë për interpretimin që i bëni kësaj shkelje të procedurave standarde në raport me të paraburgosurit me rrezikshmërisë lartë. Dëgjova bisedën tuaj dhe u kënaqa shumë, por duhet të tregoj një të vërtetë. Unë jam futur në burg për shpërdorim armatimi, thot, duke fjetur gjumë, djali im mori pistoletën, doli në rrugë të qytetit Kavajës dhe atje thot kërcënoi thot ca njerëz që ngacmuan. Dhe qytetërisht ndalojnë djalin, vinë më ndalojnë dhe mu dhe e pranoi thot. Ka qenë funksionar që ju e përdorni oficer policie. Thot e pranoi thot se un kam bërë shkelje. Thot edhe djali im, thot edhe un vujta 8 muaj burg. Por kur më shoqëronin thot nga burgu i Durrësit, nga paraburgimi i Durrësit për në spital, thot se unë isha i sëmur, thot më shoqëronin me 8 punonjës policie, në kafaz prej hekuri, me pranga. Thot pra përdorët 2 standarde, unë për shpërdorim armatimi, shoqërohesha me 8 forca policie, me pranga në duar dhe në kafaz prej hekuri, ndërsa ata që akuzohen për vrasje, me duar të lira, pa zinxhir, pa prangosje, pa polic, pa mikrobus shoqërimi, por vetëm me policë në ambulancë, kuptohet se ku është ka ta ndisur policia e burgjeve. E tjere, vazhdon shumë gjatë, ai po nuk do ta zgjas. Tashti, shkojmë tek shkeljet. Për mua shkelja është bërë organi i prokurisë duhet ngrihet më lart, të hetoj drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, sepse shkelja fillon te drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Një person i akuzuar, unë nuk merrem ai ka bërë ndoci, as i ka bërë vrasjet. A është kaq i rrezikshëm apo është kaq pak i rrezikshëm? Është në dispozicion apo në shërbim të këtij apo atij grupi kriminal si vrasës me pagesë, apo si killer, apo si pjesëtar i bandës? Pak rëndësi ka. Është një person që organi i spakut e ka futur në akuzë si rezultat i përdorimit të teknikave të hetimit.
Pa, unë nuk merrem ka dëshmuar njëri apo ka dëshmuar tjetri. Teknikat speciale të hetimit kanë një të vërtetë. Një dyshim të arsyeshëm për të mbajtur një person 5 vjet në burg. Se nuk mund e marrësh 5 vjet në burg pa patur. Tani shkojmë tek vendimi që ka prokurori i Spakut, i cili në vendim përcakton edhe vendin e vujtjes së dënimit ose të paraburgimit. A është burgu i Durrësit i përcaktuar në vendimin e prokurorit si vend i paraburgimit për një të dyshuar për vepra të rënda penale për 4 vrasje si vrasës me pagesë? Unë besoj që jo, sepse burgu i Durrësit është burg i zakonshëm. Nuk është burg i sigurisë lartë që duhet të vuajnë paraburgimin dhe dënimin të burgosurit që janë për këto cilësi. Pra, shkelja fillon nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Shkojmë tek drejtoria e burgut të Durrësit. Drejtoris gjithë zinxhiri komandos, drejtues dhe komandos. Ai i drejtimit si drejtori i burgu dhe ata të shërbimit policor të burgut, të sigurisë. Absolutisht në mënyrë kategorike, asnjë nga pikat e procedurës standarde dhe të protokollit nuk është zbatuar. Pse përmendi edhe procedurën standarde edhe protokolli? Shoqërimi bëhet mbi bazën e një procedure standarde. Sa do të jenë dhe çfarë detyrash kanë policët që futen në ambulancë, bashkë me kryenfermierin apo mjekun. Kush e jep rekomandimin për vizitë tek mjeku specialist, e jep kryenfermieri apo e jep mjeku i burgut? Se ka mjek burgu, ka dhe i kryenfermier, ka dhe infermier. Po. Pra, ne nuk na del kërkuan emri i mjekut. Po nuk del kërkuan në asnjë vend, nuk del biseda që mjeku ka bërë me mjekun specialist në cilën orë kur do bëj vizita. Dhe a ishte i lirë, a e priste mjeku në këtë orën apo? Sepse rezulton që i paraburgosur ka prit 2 orë në ambientet e spitalit. Ose do ka një tjetër procedurë. Sepse ishte në sallë të operacionit mjeku. Pra, nuk kemi një procedurë, një protokoll, a ishte njoftuar drejtoria e policisë Durrësit që të bënte krehjen e zonës, të patrullonte, të verifikonte zonën dhe të krijonte lirshmërinë e afrimin e makinës që do binte të burgosurin. Pra nuk është njoftuar dhe policia burg. Policia e Durrësit është njoftuar 25 minuta pasi ka ndodhur arratisja. Pasi ka ndodhur largimi. Se unë arratisje nuk e quaj. Ai nesër për arratisje, ai po të kishte ikur nga dhomat e paraburgimit dhe i quaj arratisje. Ato e kanë lënë të lirë dhe e ka shkuar në shtëpi, ka shkuar në punë. Nuk e dim se ku ka shkuar. Pra, në këtë këndvështrim, edhe protokolli për njoftimin e policisë së Durrësit, për njoftimin e drejtorisë përgjithshme të burgjeve, për njoftimin e drejtorisë e sektorit të shëndetësisë, i cili merret me koordinimin e vizitave për të paraburgosurit, që ndodhen në burgjet e sigurisë lartë dhe në vendvujtjen e dënimit edhe për ato të tjerë. Pra, nuk është zbatuar procedura standarde për shoqërimin me policë në ambulancë dhe me policë në grupin e shoqërimit në sepse kishim dushur me një person të akuzuar për krime të rënda. Po, diçka do më thuash në këtë histori. Tani, aty e priste makina jashtë. Është çështje tjetër. Ka një çështje. Organizimi për t'u larguar, por ai po si kryhet? Si do koordinoj? Unë jam brenda në burg, unë jam me duar në xhepa. Ty shtrish tamam telefonat. Altini kishte shkuar disa herë në spitalin e burgut. Po? E kishte arritur këtë lirshmërinë, këtë neglizhencën, po themi, apo dashjen e qëndrimit pa kujdesshëm të punonjësve të policisë kur shkonte për vizita. Dhe ky pra kishte arritur, se si e ka arritur me sjelljet e tija, apo me pagesa nga eprorët, nga krerët e grupit, apo të një mikut ti, apo të një shokut ti, apo të vllajt ti, domethënë këtë nuk e dim. Ai e kishte arritur shkujdesjen e punonjësve të policisë, ai kishte realizuar edhe herë të tjera. Dhe në një këtë rast, ai kishte thënë që i ka njoftuar njerëzit që unë në këtë orë do jem për vizitë. Kjo është dita ime e fundit, që e realizoj se realizoj. Dhe ato e kanë pritur. E kanë pritur në parkimin e spitalit apo në një parkim afër spitalit, pak rëndësi ka. Pra, për këtë pjesë do përgjigjet Altini. Se Altini nuk i ka ikur burgut, nuk ka ikur nga rrethimi, nuk ka prerë hekurat e dhomës, vendvujtjes dënimit, nuk ka prerë rrjetën e sigurisë.
nuk ka prerë rrjetat e perimetrit të dytë. Se ka 3 perimetra burgu i sigurisë. 3 perimetra. Pra, ai asnjë nga këta nuk i ka dëmtuar. Ai ka shkuar në spital, policia e ka lënë pa pranga, sepse rregulloria thotë që përveç prangave statike të duarve, du të ketë edhe pranga me zinxhir që i krijojnë mundësinë atij për të bërë vizita, për të heqë trikun, për ato kërkesat që do i bëj mjeku, por edhe për nevojat personale, du të ketë zinxhirin që her pas here polici ta tendosi për të para e kam objektin me vete apo se kam. Pra, të gjitha këto i ka bërë policia, nuk i ka bërë Altini. Pra, në këtë aspekt, Altini ka gjetur, domethënë, të gjithë qëndrimin e pakujdesshëm, të gjithë liberalizmin e institucionit të burgut, me gjithë zinxhirin e komandimit, drejtimit dhe të shërbimit, dhe ka ikur. Ai lirin kërkon, çdo njeri e kërkon lirin me avokat për të mbrojtur. Qoftë për të shmangur akuzë, unë nuk di ndonjë të burgosur që thot unë e kam bërë. Asnjëherë nuk thon. Por nëpërmjet avokatëve krijojnë të lehtësira për të burgun. Në këtë rast Altini ka shfrytzuar të gjithë dekompozimin dhe degradimin. Ka kosto si aratisja apo thjesht? Patjetër. Ka kosto. Shiko, atje tani për të arritur deri tek këto qëndrime, sepse nuk kemi qëndrimin e një personi, po kemi të gjithë zinxhirit të drejtimit dhe të komandimit. Kuptohet që atje është kosto shumë e madhe. Por në aspektin e tendencës, çdo i burgosur kërkon lirin. Ai e gjeti lirin, si e ka realizuar lirin, po sa do i kushtonte për të prerë hekura dhe zinxhir, do ishte më e vështirë, më problematike se mund të shkosh edhe në shkëmbim zjarri. Sikur se Altinin ta priste një grup i armatosur tek oborri i asaj, mund të vriste edhe policët e burgjeve, sepse policët e burgjeve kanë shkuar me gjithë shkujdesjen e mundshme. Doli pastaj mas 5 minutash doli i policë me pistolet në dorë. Çfarë kërkonte? Altini kishte mbritur, kishte hip makinën dhe kishte mbritur në Kënet, Hamalle, atje ku ai. Në spital. Në spital. Dhe pastaj doli në autostradë, atje tek midis rrugës, midis Shiakut edhe. Po pak rëndësi ka. Pra, polici doli me pistolet duke kërkuar. Okej. Mirë, ndalemi vetëm 5 minuta tek çështja e fundit për sa i përket hetimit që ka nisur në Shqipëri në raport me call centrat. Një ditë më parë janë bërë diku tek 10 arrestime dhe të tjerë janë shpallur në kërkim. Silvia, të lutem të rikthejmë për diskutim. Mirë, e nis me Karanxhën këtë bisedë. Ç'është ky hetim? Çfarë ka ndodhur? Personat kush janë? Qofse i njohim, nuk i njohim? Në media kanë dalë emrat e drejtuesit, po të kemi parasysh me call center në mënyrë të përmbledhur. Call centeret janë një grup personash të cilët komunikojnë në telefon dhe bëjnë lidhje të ndryshme nëpërmjet telefonit lidhen me persona brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Siç na marrin për dyshekët, po marrin për dyshekët. Në rastin konkret, është konstatuar çka kemi parë në media, domethënë që italianët kanë qenë bashkëpunim me organet ligjvatuese të Italisë. Si duket, me që kanë marrë pjesë ato, tregon, kjo është një tregues që dëmtuar ose personat që janë cënuar nga kjo veprimtari ndodhen në Itali, sepse janë shtetas italian. Janë shtetas italian personat e dëmtuar. Kjo na tregon edhe diçka tjetër më të ande. Që italianët i gjëmojnë lekët e veta. Pra, do të thonë janë të dëmtuar. Po ne shqiptarët i gjëmojmë në lekët tona, kemi në struktura të tilla që hetojmë parat e popullit shqiptar që shkon jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë nga zyrtarët e korruptuar. Kjo është shumë keq kërkon. Por para shumë tani italianët vini kërkojnë se janë viktima dhe shumë mirë. Veprimtari e palishme të dënohet, sepse qoftë një shtetas italian i dëmtuar, i shpaksu, pasuria ka qenë objekti i një mashtrimi. Por edhe ne popullit shqiptar që po i vidhet pasuria nëpërmjet mashtrimit, jashtë që po dalin shumë para. Duhet ta kemi edhe ne një mekanizëm. Tani, në lidhje me pronarët, janë diskutuar disa emra në media, por që kam përshtypjen Agim Preka, Elfred Preka janë 3 emra që kanë dalë, janë shpallur janë në kërkim, ndërsa janë arrestuar Po, janë shpallur në kërkim. Përveç këtyre emrave kanë dalë dhe emra të tjerë politikanësh lidhur, por ne nuk kemi një dhënë konkrete që të jemi korrekt. Kanë dalë emra politikanësh ose të afërm në shtyre, por ne kemi zyrtare vetëm emrat e personave të cilët ka dalë. Veprimtarisht shqetësuese kjo? Është masive në Shqipëri të mashtrosh qytetarët evropian
Nga Shqipëria? Kjo është një veprimtari shqetësuese sepse ne synojmë shkojmë në Evropë.